Bashkëshorte e profetit alayhi salatu wassalam, Aisha radiallahu anha, i tha profetit Zotit: "O i dërguar i Zotit, po sikur të di që do të jetë nata e Kadrit, çfarë më këshillon të lutem, të bëj në atë natë?" I mësoi një dua shumë të veçantë profeti alayhi salatu wassalam bashkëshortes së tij dhe e la mësim të madh deri në kiamet për të gjithë besimtarët. Nëse je në kërkim të natës së Kadrit, sidomos në 10 netët e fundit të Ramazanit, do ta lutësh Allahun xhaleshanu i tha me këtë dua: Allahumma innaka afuun kerimun tuhibbul afwa fa'fu anni. O Allah, ti je afu, ti je bujar i madh, e don faljen, prandaj më fal mua. Në fakt, emrin Allahut lartësuar El Afu e përmenda siç kalon në hadith të profetit alayhi salatu wassalam. Sepse zakonisht kjo fjalë përkthehet në këtë formë: o Zot, ti je falës, e don faljen, prandaj na fal neve. Por ama për faljen Allahu xhaleshanu në Kur'anin fisnik përmend emra si El Ghafar, falësi i madh, El Ghafur, falës i gjunaheve të përgjithshme të njerëzve. Përmend emrin Rahman, Ar-Rahim, mëshirues, mëshirbërës. Dorsa këtu profeti alayhi salatu wassalam ka zgjedhur emrin Allahut të bukur El Afu, sepse emri Allahut lartësuar El Afu e ka kuptimin që jo vetëm ja fal gjunahet besimtarit, por ja fshin gjunahet nga fletorja, nga libri i veprave të tij. Imagjinojmë në këtë formë që të dalim para Allahut xhaleshanu ditën e gjykimit dhe ai të na kërkojë llogari për gjunahet që ne kemi bërë në këtë botë. Në fakt është një dënim në një farë forme, është një siklet, është një përgjegjësi e madhe që të japi besimtari llogari para Allahut, por këtu ne përgëzohemi që Allahu do t'i fshi gjunahet, që do të thotë nuk do të marrë në llogari. Prandaj ajo dua do ta kishte kuptimin më të plot nëse do të thonim kështu: o Allah, ti je falës dhe ai i cili i fshin gjunahet dhe nuk merr në llogari për to, e do faljen, e do që besimtari ta falësh dhe ta mëshirosh, prandaj më fal mua.